e kanë kuptuar fjalën e Allahut Dhul Jalal, se Allahu Jalla Shanuhu ve Jalla Jalaluhu këtë emanet që Allahu Jalla Shanuhu mas pari i dha kodrave, dokës, qirnave, emanetin e pranoi njeriu. Do të thotë se dini Islamin ne pranoi emanet, edhe këto evlat i kemi emanet në tona dhe atë emanet duhet të realizojmë edhe të qëpë në vend. Për atë dhe Allahu Jalla Shanuhu ve Jalla Jalaluhu me një ajet tjetër në Kur'anin e Kerim në urdhon të gjithëve të cilët i pranoi emanet, në urdhon që ajo emanet të shkojë në vendin e vet. Për atë edhe këto prind dhe baballar atë përgjegjësi që e kanë ndaj fëmijëve të vet, ato me të vërtetë këto sot tregojnë se që përgjegjësia ka shku në vend. Me që koha nuk përndon, nuk kam përmend ma fateve për kohës tuaj, por do të shkakton një apel të gjithë atyre prindve, të gjithë atyre babave dhe nanave, të cilët i kanë fëmijët e vet, por i ka kaplu gjumi, i ka zonë gjumi, të zgjohen prej gjumi dhe fëmijët e vet të sjellin me këtë, sepse kanë përgjegjësi për Allahu Jalla Shanuhu ve Jalla Jalaluhu. Allahu Jalla Shanuhu në Kur'anin e Kerim në të lekë neve të gjithëve, Bismillahirrahmanirrahim, Ja eyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijara. Ki urdhën e Allahut Jalla Shanuhu vlerë për të gjithë ata muslimanë dhe muslimane, po Allahu Jalla Shanuhu do të mbrojë vetën tuaj, mbrojni familjet tuaja, mbrojni fëmijët tuaj prej zjarrit të xhenemit, që Allahu Jalla Shanuhu ka krijuar është një zjarr, waquduha an-nasu wal hijara. Materiali tjetës i atij zjarri janë kuzi dhe njerëzit. Allahu Jalla Shanuhu ma faze në mbrojë prej atij zjarri të xhenemit. Por këtë fjalë e thënë të Allahu Jalla Shanuhu për të gjithë ato prind që thash në fillim, për shkaqe të ndryshme i ka kaplu gjumi, të zgjohen prej gjumit dhe të marrën fëmijët e vet të i bien me këtë, sepse këtë kanë obligim. Ne si fëmijë, si prind, këto fëmijë me të vërtetë është e vërtetë që ne shumë i du, për te mundohemi, për te lëmë vitligjen, për te shkojmë kampos dhe përfitojmë të lëmë një pasuri. Mirë po, qofse nuk ju kemi lënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qofse nuk ju kemi lënë mësu shartët e fesë islame, e gjithë është e kohë. Pasuria më e madhe e fëmijës është, edhe prindit është që fëmijë t'ja mbjellë në kalbin e vet, në zemrën e fëmijës, t'ja mbjellë fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, t'ja mësoj shartët e fesë islame, ta rregulloj që të dinë dhe të jetojnë si musliman, sepse që ato fëmijë nesër neve do të në zavendësojnë në safet tona, do të zavendësojnë në xhami, në shtëpi, në rrugë dhe ka nevojë. Për atë edhe krejt bereqeti që do të marrën mas vdekjes, ne me veti është ajo që do të lëmë fëmijëve tonë prapë. Për atë pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë: "Idha mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min thalath." Kur të vdes beni Ademi njeriu, të gjitha punët, veprat e mira ndërpriten dhe të bërin nuk shkon asgjë me përjashtim të resete. E ato janë sadakatin jarije, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lahu. Sevapet e këtyre tre veprave janë të cilët vazhdojnë dhe shkojnë deri në ditën e Kiametit dhe vari i shtohet muslimanit. Edhe ato janë sadaka e jarije, që çdo musliman dhe muslimane prej pasurisë ka dhënë një bare, një sadaka, ku është interes i këtë muslimanve, qoftë me këtë, qoftë në xhami, qoftë me medrese, qoftë në rrugë, qoftë në qeshëm, ku ka i dobi musliman, ai muslimani që ka dhënë një pasuri, sevapi do t'i shvazhdojnë deri në ditën e Kiametit. E dyta është au ilmin yuntafa'u bihi, ose ka qenë jeta alim, që prej këturisë ati njerëzit ka i dobi, edhe ato sevape vazhdojnë deri
përmirësu rregullat e Islamit, edhe pas vdekjes së prindërve, sigurisht që mos që kryen obligimet e veta, fal namazin 5 herë në ditë dhe çdo namaz lutet për prindërt, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, falu mua, falni prindërt dhe falni të gjithë muslimanët. Pra xhamat, vëllezër dhe motra, është vërtet për tash në fillim se një gëzim sot një ditë feste, është bereqet i madh që këto fëmijë sot elhamdulillah para jush dhe para nesh, fëmijë të vegjël, pa kusure, pa gabime, të lexojnë fjalët e Allahut, fjalët e Kuranit. Padyshim se ky bereqet inshallah do të vazhdojë deri në ditën e Kiametit. Allahu xhallahu xhelaluhu i shpërbleft prindërt si tash në fillim, i shpërbleft që këshillin e xhamisë i interesohet dhe formojnë kushte që fëmijët të ndjekin, padyshim se muallimin, sepse dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin, por nuk ke vetëm mësimin dhe ja mëson të tjerëve. Kjo vlen për muallimin, por kjo vlen për çdo musliman dhe muslimane që e ka mësuar një shart të fesë islame, që e ka mësuar një dua, që e ka mësuar diçka, që mësoj edhe të tjerëve. Qofse muslimani diçka që ka mësuar mundohet ta transferojë për ta tjetër kush, se vabet i ka edhe keni shumë duaje. Allahu xhallahu këtë lutjet e këtine sot edhe tonat inshallah i pranon. Allahu xhallahu inshallah këtë rend të mësim besimit islam në përgjamia tona e mundaj që të vazhdoj deri në ditën e Kiametit. Allahu xhallahu shpërbleft me sabat dhe dorimi që kemi pas. Allahu xhallahu inshallah prekti meqanin, prekti vendi, pasi ta krejmë falë namazin të dalëm të falën të gabimet tona. Lillahi l-Fatiha. Falenderojmë në muftinë e muftinisë dhe të për fjalën e rastit edhe ju ashtu për sabrin që patët. Unë do t'i lexoj emrat e këtyre të cilëve do t'ju ndajmë diplomat, kurse në emër të muftinisë, muftia do t'ju ndajë diplomat. Amir Haidar. Servet Haidari. Andris Abdulli. Artemio Muzi. Emir Ali. Saber